وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me të vërtetë që të gjitha adhurimet dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut të lartë madhëruar, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë për Allahut të lartë madhëruar mbrojtje nga të këqijat e veteve tona dhe veprave që ne kemi punuar. Atë të cilin e uzon Allahu I lartë madhëruar në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta devijojë dot prej saj. Dhe kush është I humbur, ai I cili ka zgjedhur humbjen, ka lënë Allahu në humbje, askush nuk mundet dot ta udhëzojë atë në rrugën e drejtë, përveç Allahut të lartë madhëruar, një I vetëm e I pashok, ai I cili rrotullon zemrat nga të dëshiroj. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurohet askush dhe asgjë tjetër me të drejtë përveç Allahut të lartë madhëruar, dhe dëshmoj dhe deklaroj po ashtu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I dërguari I Tij, vula e të gjithë pejgamberëve, e të gjithë të dërguarve deri në ditën e Kiametit, pas të cilit nuk do të ketë më profet pejgamber të dërguar. Thot Allahu Azza wa Jall, o ju të cilët keni besuar, friksojuni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos t'ju gjej juve vdekja, mos t'ju kap juve vdekja ndryshe, vetëm se në gjendje duke qenë ju besimtar musliman. O ju njerëz, friksojuni Zotit tuaj, I cili ju krijoi juve nga një njeri I vetëm prej Ademit alayhis salam, pastaj prej Tij krijoi bashkëshorten e Tij dhe pastaj pas atyre të dyve ai Allahu krijoi shumë burra dhe gra. Dhe kini frikë Allahun me emrin e të cilit ju pyesni dhe kërkoni nga njëri tjetri të drejta tuaja të ndërsjellta. Kini frikë Allahun dhe ruani lidhjet e gjakut, lidhjet e fisit, lidhjet farefisnore, dhe dijeni se me të vërtetë se Allahu është gjithmonë për herë mbikëqyrës mbi juve. Gjithashtu Allahu I lartë madhëruar ka thënë: o ju të cilët keni besuar, kijeni frikë Allahun dhe flisni gjithmonë fjalë të drejta. Është Allahu ai I cili përmirëson veprat tuaja, I fal gjunahet tuaja, e kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, me të vërtetë s'ka dyshim se ka arritur një fitore madhështore. S'ka dyshim se fjala më e mirë është libri I Allahut të lartë madhëruar, Kur'ani fisnik, ndërsa udhëzimi më I mirë që duhet ndjekur, që duhet pasuar, shembulli dhe modeli më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija, më të urryera në fe janë ato të shpikurat,
çdo gjë e shpikur në fe quhet bidat, e çdo bidat është humbje, devijim, dhe çdo humbje e devijim të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj të gjithëve prej tij. Dhe më pas, o ju njerëz, keni frikë Allahun e lartëmadhëruar dhe mendoni se përse jeni krijuar dhe çfarë jeni urdhëruar nga Allahu, nga krijuesi juaj që ju të veproni. Me të vërtetë se ju jeni krijuar që të adhuroni Allahun një të vetëm, i cili nuk ka shok, as rival, as ortak, as të barabart, as të ngjashëm. Pra me këtë gjë jeni urdhëruar të gjithë ju o njerëz, ashtu siç ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin madhështor: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Thot Allahu Azza wa Jall, nuk i krijova gjindet dhe njerëzit për gjë tjetër, për në një arsye tjetër, për në një qëllim tjetër, vetëm që ata të më adhurojnë mua. Unë nuk dua prej tyre, nuk kërkoj prej tyre as një gjë nga furnizimi, dhe as dëshiroj që ata të më ushqejnë mua. Me të vërtet që Allahu është furnizuesi të gjitha krijesave, ai është poseduesi i fuqisë madhështore. Gjithashtu ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin fisnik: Ja eyyuhan nasu u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar juve dhe ata që kanë qenë përpara jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm, pra të ruajtur nga zjarri, të shpëtuar nga zjarri. Po ashtu, Allahu i lartësuar ka thënë në një ajet tjetër për popujt e kaluar, për xifutët dhe krishterët, për popujt të cilëve u kanë zbritur libra të shenjtë dhe u janë dërguar pejgamber të tjerë përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke ju drejtuar atyre dhe duke thënë: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Thot Allahu i lartëmadhëruar, por ata idhtarët e librave të kaluar, popujt e kaluar, nga xifutët, krishterët dhe idhujtarët, nuk urdhëruan me gjë tjetër, pra në ato librat e tjerë që janë shpallur nga Allahu, nuk janë urdhëruar, nuk u urdhëruan ata me diçka tjetër, por me çfarë? Por vetëm që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert vetëm ndaj tij, duke pasuar fenë e pastër të Ibrahimit alayhi salam, larg besimeve të kota, larg supersticioneve dhe bestytnive, larg idhujtarizmave, si dhe që ta falin namazin e ta japin zakatin. Dhe kjo është kështu sepse kjo është feja e drejtë. Por duhet ditur kuptimi për kufizimi apo koncepti i adhurimit. Ne thamë që Allahu na ka urdhëruar të gjithë gjindve dhe njerëzve që ne ta adhurojmë Allahun e lartëmadhëruar. Mirë, po çfarë është adhurimi? Cili është kuptimi, koncepti i adhurimit? Kanë thënë dietarët e Islamit se adhurimi është një emër gjithë përmbledhës, gjithë përfshirës për gjithë shka që Allahu e do atë dhe është i kënaqur me atë gjë. Qofshin ato vepra dhe fjalë të jashtme apo të brendshme, të dukshme apo të fshehta. Kështu sipas këtij përkufizimi që u përmend, kuptimi i fjalës adhurim përfshin gjithçka që kryen njeriu, që kryen robi, ku përfshihen veprat e zemrës, veprat e trupit dhe ato ekonomike, financiare ku ai shpenzon në rrugt të Allahut, që lidhen me shpenzimet që bën njeriu nga pasuria e tij në rrugt të Allahut të lartëmadhëruar, madje edhe zakonet, edhe traditat kthehen në adhurime, kthehen në vepra adhurimi, nëse ato shoqërohen me nijet, me qëllim të sinqert për hir të Allahut të lartëmadhëruar, që të kihet për qëllim arritja e kënaqësisë së Allahut të lartëmadhëruar, edhe nëse ato nuk janë adhurime në origjinën e tyre, por janë tradita, janë vepra rutinore, zakonore, por nëse njeriu shoqëron në zemrën e tij, në mendjen e tij, niyetin, qëllimin që t'i kryejë këto vepra për hir të Allahut, atëherë ato automatikisht kthehen në vepra adhurimi, kthehen në shpërblime dhe njeriu shpërblehet për to, edhe pse tashmë aty janë bërë zakon dhe tradit, siç do t'i përmendim disa shembuj. Për shembull, le të themi gjumi, siç e kanë marrë dietarët një shembull prej shembujve, çështën e gjumit. Për shembull, gjumi nëse synohet me gjumin që fle njeriu që ta ai të arri,
devotshmëri, që të ketë fuqi fizike, që të ketë energji për të agjëruar, ose të jeti freskët fizikisht për të falur namaz natë apo namazet të tjera, atëherë në këtë rast gjumi që flet njeriu i kthehet atij në adhurim, i kthehet atij në vepër të mirë, nëse ja shoqëron niyetin për hir të Allahut që ai të jetë i fortë fizikisht, i freskët, që në mënyrë që të ketë mundësi pra fizike të adhurojë Allahun e lartmadhëruar me adhurime të shumta, me vepra të shumta. Gjithashtu, siç e kanë përmendur dietarët, një shembull tjetër, një vepër zakonore, tradicionale, njerëzore, humane e njeriu, siç janë marrëdhëniet intime bashkëshortore midis dy bashkëshortëve, nëse njeriu e bën niyetin, e ka për qëllim largimin nga haramet, largimin nga zinaja, largimin nga gjërat e ndaluara, largimin e shikimit të tij nga gjërat e ndaluara, atëherë edhe kjo vepër kthehet në vepër adhurimi ndaj Allahut të lartmadhëruar, siç do të shikojmë argumentet në vijim, siç ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Dharri, أن الناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لنبيه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أعمالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة وبكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. صحيح مسلم. Transmeton Abu Dharri, një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një grup njerëzish nga shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam i than atij një ditë prej ditësh: o i dërguari i Allahut, njerëzit e pasur po na i kalojnë neve me shpërblime, sepse ata falin namaz ashtu siç falemi edhe neve, dhe ata agjërojnë ashtu siç agjërojmë edhe neve. Mirë po, ata kanë mundësi të japin sadaka nga teprica e pasurisë tyre, ndërkohë që ne jemi të varfër pra kuptimi dhe nuk kemi mundësi të japim sadaka siç japin ata. U tha atyre i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: a nuk ka bërë Allahu për juve vepra që kanë shpërblimin një lloj sikurse të jepni sadaka? Me të vërtetë çdo fjalë që thot njeriu subhanallah është sadaka. Çdo fjalë që thot njeriu Allahu Ekber sadaka, çdo fjalë elhamdulillah sadaka, dhe çdo fjalë la ilaha illallah sadaka. Gjithashtu edhe urdhërimi për vepra të mira dhe ndalimi nga të këqijat është sadaka, dhe madje argumentimi që përmendëm pak më sipër, dhe madje u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe marrëdhënia intime e secilit prej jush me bashkëshortën është sadaka. Të habitur sahabët e pyetën për më shumë informacion për dituri dhe i thanë: o i dërguari i Allahut, a edhe kur dikush prej nesh kryen marrëdhënie për shkak të epshit të tij, ka shpërblim në këtë çështje, ka shpërblim për këtë vepër? Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nëse ai njeriu e vendos epshin e tij në haram, a nuk merr gjuna në këtë rast? Po ashtu kur ai e kryen e vendos epshin e tij në halal, ka shpërblim për këtë gjë. E transmeton hadithin Muslimi në sahihun e tij. Gjithashtu ka ardhur në hadithe të sakta me të njëjtin kuptim të transmetuara nga Imam Buhari, Muslimi, Imam Tirmidhi, Imam An-Nasai, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sadaqa. Transmeton Imam Buhari dhe të tjerë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse burri shpenzon për gruan e tij duke shpresuar me këtë shpërblim tek Allahu i lartmadhëruar, kjo është sadaka për Allahu ja shkruan atij sadaka. Transmeton Buhari, Nesai dhe të tjerë. Po ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam:
عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على أهله الصدقة. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton sahabi Ebu Abdullah ibn Yazid, i cili ka dëgjuar sahabin tjetër Aba Mas'ud al-Badri, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, nga i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë shpenzimi i burrit për gruan e tij është sadaka. Transmeton Imam al-Bukhari dhe at-Tirmidhi. Ndërsa në transmetimin e Imam Muslimit ka thënë عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. Me të vërtet që nëse muslimani shpenzon për gruan e tij, për familjen e tij, çfarë do lloj shpenzimi, duke shpresuar shpërblim tek Allahu, kjo vepër është sadaka për atë. Transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Po ashtu hadithi i transmetuar nga Imam Ahmedi në Musnedin e tij, të cilin e ka saksuar Imam Albani nga an al-Miqdam ibn Ma'di Karib al-Kandi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Imam Ahmedi në Musnedin e tij, të cilin e ka saksuar Sheikhul Albani, kur ti ushqen veten tënde pra me halal, kuptohet, ajo është sadaka për ty. Kur ti ushqen fëmijën tënd, ajo është sadaka për ty. Kur ti ushqen familjen tënde, bashkëshorten tënde, ajo është sadaka për ty. Dhe kur ti ushqen shërbëtorin tënd, në kohërat tona moderne do të thoshim ata që kanë punonjës, punëtor, nëse ti tregohesh vepër mirë ndaj tyre duke i dhënë atyre ushqim apo diçka tjetër prej ndihmave, pra kjo është sadaka për ty. Transmeton, siç e tham, Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe ka saktësuar Sheikhul Albani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Gjithashtu do të përmendim se adhurimet mund të ndahen dhe klasifikohen në dy familje apo nën deg apo kategori. Lloji parë apo dy lloje kryesore. Lloji parë është adhurimi ose adhurimet e detyrueshme që janë detyrë, dhe lloji dytë janë adhurimet e pëlqyeshme dhe synete që nuk janë detyrim. Kategoria e adhurimeve të detyrueshme është ai adhurim që përsëritet 5 herë gjatë një ditënate, siç janë për shembull namazet ditore. Ai lloj adhurimi që përsëritet çdo javë, siç është për shembull namazi i xumas, dhe ai adhurim që përsëritet një herë në vit, siç është për shembull agjerimi i Ramazanit dhe dhënia e zakatit, ndërsa ka adhurime që janë të detyrueshme vetëm një herë në jetë, siç është kryerja e haxhit, vizita e shtëpisë Allahut subhanahu wa taala, shtëpisë së shenjtë e Ka'bes së madhërueshme, dhe umria gjithashtu sipas një mendimi të dietarëve është detyrim. Kuptohet për haxhin është detyrë një herë në jetë për atë person i cili ka mundësi shëndetësore dhe mundësi financiare për ta kryer detyrimin e haxhit. Kategoria e dytë e adhurimeve të pëlqyeshme apo synete të cilat nuk janë obligative, nuk janë të detyrueshme, janë ato lloje të adhurimeve që nuk janë të përcaktuara në kohë, siç janë për shembull namazi vullnetar, sadakaja dhe agjerimi vullnetar, përveç kohëve gjatë të cilave namazi dhe agjerimi janë të ndaluara.
Gjithashtu nga llojet e adhurimeve vullnetare janë edhe ato që kërkohen në çdo kohë, si për shembull për kujtimi i Allahut, pra dhikri i Allahut me zemër dhe me gjuhë. Ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin fisnik: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ka thënë Allahu xhalla sha'nuhu: o ju të cilët keni besuar, përkujtojeni shumë Allahun vazhdimisht dhe madhërojeni atë mëngjes dhe mbrëmje. Gjithashtu ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin fisnik: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dhe kur të kryet namazi, atëherë shpërndauni në tokë dhe kërkoni nga begatitë e Allahut dhe përmendeni Allahun shumë që të shpëtoni, pra bëni dhikr Allahut të lartëmadhëruar shumë në mënyrë që të shpëtoni. Po ashtu ka thënë Zoti i botrave në Kur'anin madhështor: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Thot Allahu i lartëmadhëruar, ata të cilët e përmendin Allahun kur janë në këmbë, kur janë të ulur, kur janë të shtrirë, dhe ata të cilët meditojnë në krijimin e qielleve dhe të tokës, duke thënë: Zoti jon, këtë ti nuk e ke krijuar më kot, këtë ti nuk e ke krijuar kot, i patëmeta je, na ruaj neve nga dënimi i zjarrit. Së fundi ka thënë Allahu i lartëmadhëruar në Kur'anin fisnik: Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Prandaj më përmendi, më kujtoni mua me adhurime që unë t'ju kujtoj juve. Më falenderoni për mirësitë që ua kam dhënë dhe mos i mohoni për ato mirësitë e mia ndaj jush. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. أقم الصلاة.